Më kujtohet disa herë, edhe ty me Syrita ka thënë Jim O'Brien, që na kanë marrë në qafë që kanë shtijë administratën OKB-s, që nuk është e ndershme prej nesh tek pra Amerikës çka ka bën me ju, se ju ka qiru NATO dhe Amerika, tash ktheni fitore brutale, ushtarake dhe politike, shkon ja japa durat OKB-s, e cila si e tillë, megjithëse krahasuar me këtë OKB-n e sotme ka qenë lulje dritë të hapur, po prap nuk ka qenë e gatshme të organizohet si duhet. Sa është përgjegjësia jonë aty? Po përgjithësi e madhe se ne edhe e përmenda aty edhe në Paris, do thotë mendimi jonë ndalej në momentin e fillimit të fushatës NATO-s. Ne mendonim që gjithçka do të përfundojë aty. Ne mendonim për më shumë, po ashtu ishte një mendim bizotrues tek ne që në momentin e shërimit ne bëhemi shtet i pavarur. Siç pa të menduar më herët që në momentin e shpalljes së Republikës ti bësh republikë. Këto procese të ndërlidhura gjithsesi, po janë shkojnë hap pas hapi. Shërimi ishte vendimtar që Kosova të mrit të shteti, po ka mrit tek pas 9 vjetëve të shteti, do të dashme ndërtu demokracinë, dashme bind vetveten edhe perëndimin që ti je në gjendje të organizosh një shoqëri që duhet. E tham pak më herët, LDK-ja, lëvizja gjithë popullore për krijimin e shtetit, strukturat paralele që i bënëm, sistemi paralel, si në arsim shëndetësi, kanë qenë tepër të mirë sa i përket rezistencës ndaj Serbisë, po jo të organizohet shoqëria e Kosovës pas luftës. Do të thotë ky ka qenë një virtyt i Kosovës vitet 90-ta, po jo virtyt pas luftës. U bë ves, u kuptu që ne shëndetësinë e kemi improvizuar 10 vjet. Që arsimi më aty edhe më keq që kemi improvizuar 10 vjet, sepse s'kem shumë më mirë. Nuk mund ta fajsojmë vetveten. E të mos flas për konceptin e politikës. Politika te ne ka qenë absolutisht uzurpuar me pavarësinë e Kosovës, jo me demokracinë e Kosovës, do thotë. Ne hymë në çlirim me disa procese negative të cilat në mënyrë të shpejtë, gati si zjarr e marrin vendin. Procesi i parë negativ është fërkimi mes LDK-s, gjithsesi mes Rrugovës dhe krahut të luftës, gjë që ne përpoqëm të krijonim një lloj konsenzusi atje në Rambouillet në Paris. Por Rrugova mbeti në Rom, po. Dhe u desh që të shkoj Kushneri ta merr Rrugovën me avion dhe ta sjell në Prishtinë dhe të garantoj sigurinë e tij. Ky ishte procesi i parë, hyni një frikë e këtyre fërkimeve, posaçërisht me vrasjen e disa prej aktivistëve të LDK-s në atë kohë, Ismet Raci, më duket, në Klin dhe disa njerëz tjerë. Procesi i dytë është ky i dhunës në një mungesë totale të institucioneve të sigurisë. Do të thonë prej 14 qershorit vitit 1999 deri në 30 dhjetor të vitit 2000, sipas qendrës për të drejtën humanitare të Natasha Kandiçit, janë vrarë diku 1200, e zhdukun 1275 person. Serb 700 e kusur, por shqiptar një numër shumë i madh, bosnjak, rom e të tjerë. I bie që mesatarisht janë vrarë 2.diçka person në ditë në Kosovë në atë periudhë. Kjo është ndoshta periudha më e tmerrshme në të cilën ne nga një anë hymë në liri, por nga ana tjetër hymë në një ndrydhje si shoqëri. Po liria pa rend është kaos, është anarki, është definicion politik edhe i qëndrueshëm, do thotë. Nuk mund është ta trajtosh lirin si një mjet të realizimit të qëllimeve tua, qoftë individuale, personale, meskine apo politike. Dhe po them këtu ishte ai produkt institucioneve i rregullit, i rendit. Edhe shërimi nuk është identik me lirinë. Shërimi u bë në raportin Kosovë-Serbi. Tash liria kishte të bënë raportet e qytetarëve me vetveten, e popullit të Kosovës me vetveten, me të gjithë, pa marrë parasysh se çfarë përkatësi etnike kanë. Është vërtet që ky keq kuptim pati pasojat tragjike dhe dramatike në Kosovën e pas luftës, me këtë rëmujën që u shndrua në një agjencë të dobësimit të pozicionit të Kosovës ndërkombëtar, sepse Kosova është rrëfimi numër 1 në botë në vitin 99, mos harrojmë, nuk është rrëfim tjetër. Rrëfimi më i suksesshëm që doli që është rrëfimi më i Çlirimi i Kosovës ka qenë kulmi i liberalizmit demokratik, do të thonë kulmi fitues konceptit të liberalizmit.